Përshëndetje. Deshta me të pyet kam pa një ëndër shkrujke në qiell Allah. Çka do të thonë kjo? Motër është rrezik. Kjo do të thonë se ti ki me dek. Po bëj hajgare. Mos u merrej motër me ëndra. Te din që unë nuk i komentoj ëndrat askujt. Merreni këtë mesazh. Mos bëni pyetje rreth ëndrave. Nuk i komentoj ato. Pasaj emrin Allah shkruje me të madhe, se është emri i përveçëm. Merru me jetën reale. Kuptojeni, ëndrat e mira janë si harriç për gëzim nga Allahu, të këqijat janë vezvese nga shejtani, parimisht, pa hyrë në detaje. Mos rrini të bë pyetje. Mos rrini të bë, nuk përgjigje. Me dash me të bë vezvese apo sheh. Një fjalë të lëshaj, hajde unë, ka njerëz të shtëpia në mahalla aty në punë, ku pa kështu, njerëzit i lidhin ëndrat pastaj edhe ku me ditë ku dalin. Mos jetoni me ëndra. Allahu të rujtë të bekoft. Mos e marr për një matë që thash, se bona hajgare.